Ndërtesat përbëjnë një problem të madh për mjedisin dhe llogaritet të çlirojnë rreth 50% të gazeve që ndikojnë në ndryshimet klimatike botërore. Por gjërat mund të ndryshojnë në vitet e ardhshme si rezultat i inovacioneve në fushën e mjedisit, siç është puna që bëhet në një laborator të Universitetit Carnegie Mellon në Pittsburgh të Pensilvanisë. Një ditë njerëzit mund të punojnë në një zyrë si kjo që është ndërtuar në terracën e Fakultetit të Arkitekturës të Universitetit Carnegie Mellon. Është ky një laborator eksperimental i quajtur vendi inteligjent i punës, ku po merr formë zyra e të ardhmes, siç shpjegon profesori i arkitekturës Stephen Lee. Ky është një mjedis që po merr formë. Ne po eksperimentojmë me të gjitha këto teknologji dhe po jetojmë me të. Këto janë njëkohësisht edhe zyrat tona. Vendi inteligjent i punës ka dritare që reflektojnë dritën, tubacione që sjellin ujin e ngrohur me burime të ricikluara energjie dhe mobilje e muret lëvizshme. Lee thotë se kjo ndërtesë krijon më shumë fleksibilitet krahasuar me një ndërtesë më konvencionale që kërkon një grup më të madh njerëzish për të rindërtuar dhe rimobiluar. Ndërsa vendi inteligjent i punës, thot ai, është i ndërtuar në mënyrë të tillë që struktura e tij të ndryshohet lehtësisht. Në këtë mënyrë, kur ne bëjmë ndryshime, i bëjmë ato shumë shpejt. Nuk ka pluhur, nuk ka mbeturina, ne thjesht ridizenjojmë hapësirën dhe ndryshojmë ato menjëherë duke krijuar të njëjtin mjedis të cilësisë së lartë për çdo njeri që punon atje. Laboratori është një mjedis eksperimental për të cilin Lee shpreson të çojë në një vend pune më të rehatshëm dhe më produktiv. Kjo nuk është prirje vetëm për kushte të rehatshme, ky është një mjedis i rehatshëm në gjithë kompleksitetin e tij, ato vizual, termal dhe akustik, për punë krijuese dhe të efektshme. Në botën e korporatës, banka PNC po e thë këtë vizion në jetë për 58.000 punonjësit e saj në 34 shtete amerikane dhe në 4 vende evropiane. Gary Salson është përgjegjës për mirëmbajtjen e ndërtesave që kompania i ka pronë të saj, ose i ka me qira dhe gjatë 10 vjetëve të fundit e ka bërë për parësinë e saj kryesore vendin inteligjent të punës. Në qoftë se do të krijosh një mjedis miqësor pune, ku njerëzit duan të shkojnë me kënaqësi, patjetër duhet ndërtuar në formë inteligjente, në mënyrë që të ketë sukses. Në bankën PNC në First Side, që u hap në vitin 2000, njerëzit punojnë në mjedise të hapura dhe me shumë dritë natyrale. Askush, madje edhe menaxherët si Leo Beck, nuk kanë zyrë private, e megjithatë, ai ka ardhur me kënaqësi të punojë këtu. Më pëlqen fakti që komunikoj me lehtësi me të gjithë njerëzit, me ata në seksionin tim dhe të tjerët. Mendoj se kjo më ka bërë të jem më i efektshëm, të kontaktoj me njerëzit dhe të kryej punët sa më shpejt. Gary Salson, po i bankës PNC, thotë se kjo strategji është më e përshtatshme për mjedisin, punonjësit dhe vetë korporatën. Mendoj se treni i gjelbërt është nisur nga stacioni, por nuk është vonë për ta kapur atë. Gjithnjë më shumë njerëz po i hipin atij çdo ditë. Angazhimi i PNC-s nuk është një prirje e izoluar. Profesori i arkitekturës në Carnegie Mellon beson se klima e tanishme e ndryshimeve politike dhe presioni ekonomik kanë ngjallur një entuziazëm të ri për ta bërë realitet vendin e gjelbërt dhe inteligjent të punës.